Prifti e puthi nusën në altar dhe ajo që bëri burri i saj I la të gjithë të gjunjëzuar në kishë. Ishte pikërisht në atë çast që bota dukej sikur u ndal. Askush nuk pati kohë të kuptonte. Nuk pati paralajmërim, nuk pati atmosferë, nuk pati asnjë lloj përgatitjeje. Prifti, ende me dorën e ngritur pas bekimit, e anoi trupin përpara dhe e puthi nusën në altar, përpara syve të gjithëve. Një puthje e shkurtër, por përfundimtare. Një puthje që nuk duhej të ekzistonte. Një puthje që ra si një shuplak e thatë, e papritur, e pamundur për t'u injoruar. Zhurma që pasoi nuk ishte ajo e duartrokitjeve. Ishte zhurma e karrigeve që kërcitnin, e frymëmarrjeve të mbajtura në fyt, e telefonave që binin nga duart e tronditura. Kisha, e cila vetëm pak minuta më parë ishte e mbushur me pritje, buzëqeshje dhe emocione të gëzimit, u zhyt në një heshtje të rëndë, pothuajse të dhunshme. Një heshtje që dhemb më shumë se çdo britm. Nusja mbeti e palvizur. Sytë e saj të zgurdulluar tregonin qartë se ajo që sapo kishte ndodhur nuk ishte pjesë e asnjë skenari, e asnjë loje apo rituali simbolik. Trupi I saj ishte I ngurtësuar, sikur mendja e saj po përpiqej me dëshpërim të kuptonte realitetin. Prifti u tërhoq pas, sikur asgjë të mos kishte ndodhur, por dëmi ishte bërë tashmë. Të gjithë e kishin parë. Të gjithë e kishin kuptuar se diçka shumë e gabuar ishte shfaqur aty, në mes të asaj ceremonie që duhej të ishte e shenjtë. Dhe sikur ajo puthje të mos mjaftonte për të shkatëruar gjithçka, dhëndri bëri diçka. Nuk ishte një britm. Nuk ishte një grusht. Nuk ishte reagimi I dhunshëm dhe impulsiv që shumica e njerëzve prisnin. Përkundrazi. Ajo që ai bëri ishte aq jashtë çdo parashikimi, saqë la të gjithë kishën të gjunjëzuar. Disa në kuptimin e plot të fjalës. Të tjerë nga brenda. Ishte një gjest I thjesht në dukje, por I mbushur me një peshë që askush nuk ishte në gjendje ta deshifronte në atë moment. Një veprim I heshtur, por që fliste më fort se çdo fjalë. Njerëzit filluan të shkëmbenin shikime të tensionuara. Përshpëritjet u përhapën si një virus I padukshëm mes bankave të kishës. Kjo nuk është diçka e re. Unë gjithmonë e kam ndjerë se kishte diçka të çuditshme. A e pe mënyrën si u pan? Ka qenë gjithmonë diçka mes tyre. Diçka në atë puthje nuk dukej spontane. Nuk kishte hutim, as hezitim. Kishte një intimitet të shpejtë, të rrezikshëm, një guxim që ekziston vetëm kur pas tij fshihet një histori e gjallë. Një histori e mbajtur fshehur, e mbyllur pas dyrëve të heshtjes dhe justifikimeve. Dhe dhëndri? Dhëndri dukej se e dinte. Fytyra e tij nuk shfaqte habi. Nuk kishte shok. Ishte një shprehje e qetë, pothuajse e ftohtë, si dikush që po shitet të konfirmojë ajo që kishte frikë prej kohësh. Si dikush që kishte pritur këtë moment, edhe pse nuk donte që ai të ndodhte kurrë. Ceremonia nuk u ndërprer zyrtarisht, por gjithçka kishte marrë fund aty. Altari pushoi së qeni I shenjtë dhe u shndërrua në skenën e një skandali që sapo kishte filluar të merrte frymë. Çdo I ftuar ndjente se ishte dëshmitar I diçkaje që nuk duhej parë kurrë. Një sekret I ekspozuar në dritën më të fortë të mundshme. Koha dukej sikur ishte shtrirë. Sekondat u bën të rënda. Askush nuk dinte çfarë të bënte, ku të shikonte, apo si të reagonte. Nusja ende nuk fliste. Prifti shmangte shikimet. Dhe dhëndri, me një qetësi që friksonte, mbante vështrimin e tij të fiksuar në altar, sikur po lutej për diçka që askush tjetër nuk e kuptonte. Në atë moment, u bë e qartë se ajo martesë kishte vdekur para se të lindte. Dhe më e frikshmja nga të gjitha ishte se ajo puthje nuk ishte fundi I historisë. Ishte vetëm fillimi I një të vërtete që do të shkatëronte jo vetëm një ceremoni, por edhe besimin, reputacionin dhe jetët e të gjithë atyre që ishin përfshirë. Ajo kishë nuk do të ishte më kurrë e njëjta. As njerëzit që ishin aty. Sepse disa momente nuk fshihen. Nuk harrohen. Nuk shpjegohen. Ato mbeten të gdhendura në kujtesë, si plagë që nuk mbyllen kurrë. Dhe ajo që bëri dhëndri pas asaj puthjeje, ishte vetëm hapi I parë drejt një zbulesë që do t'i linte të gjithë, pa përjashtim, të gjunjëzuar. Ajo ndjente se po dëshmonte vetëm majën e një sekreti shumë më të madh. Dhe pyetja që I honte në mendjen e të gjithëve ishte e njëjtë: çfarë e çoi një prift të kalonte një vijë kaq të rrezikshme? Dhe pse burri reagoi sikur ajo puthje të ishte vetëm fillimi I diçkaje shumë më të errët? Asgjë nuk do të ishte më si më parë. Dhe të gjithë ata që ishin aty e dinin këtë. Prifti nuk ishte thjesht një prift.
Kur nuk kishte qenë vetëm kaq, përpara robës së zezë, përpara altarit, përpara betimeve fetare dhe jetës së përkushtuar, ai kishte një emër. Një emër që nusja e njihte më mirë se çdo lutje. Ata ishin rritur bashk. Nuk ishte një dashuri e pafajshme adoleshente që shuhet me kalimin e kohës. Ishte lloji i lidhjes që formson zgjedhje, që lë gjurmë të padukshme dhe që ndikon në çdo vendim të ardhshëm. Ai ishte dashuria e saj e parë. Dhe për shumë vite, i vetmi burr që ajo besonte se do të kishte ndonjëherë. Ata u dashuruan kur ishin ende shumë të rinj, në një kohë kur e ardhmja ishte vetëm një fjalë e largët, pa formë, pa frikë. Planet e tyre ishin të thjeshta, të qëndronin bashkë, të rriteshin së bashku, të përballonin jetën dorë për dorë. Por ishte pikërisht aty që gjithçka u shem. Ajo e tradhtoi. Jo sepse nuk e donte më. Dhe kjo e bënte gjithçka edhe më të dhimbshme. Ajo e tradhtoi nga frika. Frika nga një jetë shumë e thjeshtë. Frika nga premtime shumë të mëdha. Frika nga pritja, nga sakrifica, nga e panjohura. Ajo zgjodhi arratisjen duke menduar se po shpëtonte veten, por në të vërtetë po shkatëronte gjithçka. Tradhtia nuk shkatëroi vetëm marrëdhënien. Shkatëroi diçka shumë më të thellë tek ai. Identitetin. Besimin. Kuptimin e vetvetes. Ai u largua. U zhduk pa shpjegime. Dhe për të ikur nga dhimbja, zgjodhi rrugën më të papritur nga të gjitha, fen. Besimi u bë streha e tij. Një mënyrë për të heshtur zërat e brendshëm, për të vënë rregull aty ku kishte kaos, për të kthyer dhimbjen në disiplinë. Vitet kaluan. Ai u kthye një njeri tjetër. I shuguruar. I respektuar. Një figurë shembullore për komunitetin. Një simbol i kontrollit, i heqjes dorë, i përkushtimit absolut. Të gjithë e shihnin kështu. Përveç saj. Ndërkohë, ajo nuk u martua menjëherë. Jeta e çoi drejt burrit që tani qëndronte përballë saj në altar. Një burr i sigurt. I pranishëm. I drejtë. Një burr që ofronte stabilitet, mbështetje, një të ardhme pa surpriza. Një burr që dukej perfekt në sytë e të gjithëve. Por që kur nuk arriti të zinte hapësirën që tjetri kishte lënë pas. Dhëndri ishte e tashmja. Prifti ishte e shkuara. Një e shkuar që nuk kishte vdekur kurrë. Në ditën e dasmës, orë para ceremonisë, ata u gjendën vetëm në sakristi. Një takim i rastësishëm. Ose ndoshta jo. Ishte aty që gjithçka u rrëzua përfundimisht. Ajo shpërtheu në lodh. I tha se nuk e kishte harruar kurrë. I tha se çdo zgjedhje që kishte bërë në jetë kishte qenë një përpjekje për të fshirë emrin e tij nga mendja dhe zemra. I tha se kishte jetuar duke u bindur veten se e kishte kapërcyer, por nuk ishte e vërtetë. Ai u përpoq të rezistonte. Folëm për Zotin. Për betimet. Për mëkatin. Për pasojat. Ai përmendi gjithçka që kishte ndërtuar me aq mund, por mjaftoi një vështrim pak më i gjatë. Mjaftoi një fjali e thënë gabimisht. Mjaftoi që kujtimet të ktheheshin të plota, të gjalla, të pamëshirshme. Nuk ishte planifikuar. Nuk ishte llogaritur. Ishte një rikthim i dhunshëm, një verbëri emocionale. Një moment ku e shkuara dhe e tashmja u përplasën pa mëshirë. Puthja në altar nuk ishte një akt impulsiv. Ishte pasojë. Ishte shpërthimi i një historie të shtypur për vite me radhë. Dhe dhëndri e dinte. Ai kishte ndjerë gjithmonë se kishte një hije mes tyre. Një emër që nuk shqiptoi. Një prani që nuk largohej kurrë, prandaj reagimi i tij nuk ishte zemërim. Ishte dorëzim. Ishte pranimi i një të vërtete që më në fund ishte zbuluar para të gjithëve. Në atë kishë, atë ditë, nuk u shkatërua vetëm një ceremoni. U shembën identitete. U zbuluan gënjeshtra. U rrëzuan maska. Dhe të gjitha ata që ishin aty e kuptuan se po dëshmonin diçka shumë më të madhe se një skandal. Ishte fundi i një iluzioni. Dhe fillimi i një historie që askush nuk do ta harronte kurrë. Emocionalisht, ishte një çast kur vitet të tëra heshtjeje bërtitën më fort se çdo arsye. Ishte një moment ku ndjenjat e varrosura, frikrat e mohuara dhe kujtimet e shtypura shpërthyen pa paralajmërim. Dhe kur ai e puthi në altar, nuk ishte dëshirë e pastër. Ishte dëshpërim.
Ishte prova përfundimtare se asnjëri prej tyre nuk kishte arritur të kapërcente atë që kishin jetuar së bashku. Ajo puthje nuk ishte një zgjedhje. Ishte një humbje kontrolli. Ishte trupi që veproi përpara mendjes. Ishte zemra që refuzoi të bindej ndaj viteve të sakrificës, betimeve, moralit dhe frikës. Ishte rikthimi brutal i një dashurie që nuk kishte vdekur kurrë, vetëm ishte fshehur thellë, duke pritur një çast dobësie për të dalë në dritë. Dhe ndoshta pjesa më mizore e gjithë asaj skene ishte fakti se dhëndri ishte aty, duke parë gjithçka. Jo vetëm një puthje, por konfirmimin e asaj që ai kishte ndjerë gjithmonë dhe kishte zgjedhur ta ignoronte. Konfirmimin se ajo martesë po linte tashmë e humbur. Se premtimet që do të thuheshin ishin bosh, sepse zemra e nusës nuk ishte plotësisht aty. Ajo që askush tjetër nuk e dinte ende, dhe që e bënte gjithçka edhe më shqetësuese, ishte se dhëndri nuk ishte i verbër ndaj së kaluarës. Ai e dinte një pjesë të historisë. Ai e dinte se kishte ekzistuar dikush përpara tij. Një emër që nuk përmendej. Një kapitull që mbyllej gjithmonë me heshtje sa herë që ai përpiqej të kuptonte më shumë. Ai kishte pranuar të jetonte me hijen e një dashurie të vjetër, duke bindur veten se koha e kishte bërë punën e saj. Se e shkuara ishte varrosur. Se zgjedhja e saj për të martuar me të ishte prova më e madhe se gjithçka tjetër kishte mbetur pas. Por ajo që ai kur nuk e kishte imagjinuar ishte se ajo do të kishte guximin, ose dobësinë, ta sillte atë histori përsëri në jetë, përpara tij, përpara të gjithëve, në altar. Puthja ende dukej sikur qëndronte pezull në ajër, si një plagë e hapur që refuzonte të mbyllej, kur dhëndri bëri një hap përpara. Vetëm një hap. Ishte i mjaftueshëm për të shuar çdo pëshpëritje, çdo frymëmarrje, madje edhe mendime. Ai hap kishte një peshë të frikshme, sepse nuk vinte nga zemërimi, por nga qartësia. Ai nuk bërtiti. Nuk vrapoi. Nuk ngriti dorën. Nuk kërkoi shpjegime. Fytyra e tij ishte çuditërisht e qetë, dhe pikërisht kjo ishte ajo që i trembi më shumë njerëzit. Ata që e njihnin e dinin. Ai qetësim nuk ishte dobësi. Ishte vendim. Ishte momenti kur një njeri pushon së luftuari me veten dhe pranon të vërtetën. Ai u pozicionua mes priftit dhe nusës. Jo si një akt mbrojtjeje, por si një vijë ndarëse. Një kufi i padukshëm që tregonte se diçka kishte marrë fund. Pastaj u kthye ngadalë nga të ftuarit. Sytë e tij kaluan mbi fytyrat e tronditura, mbi familjarët, mbi miqt, mbi njerëzit që kishin ardhur për të festuar, pa e ditur se do të bëheshin dëshmitar të një rrëfimi që do t'i shënonte për jetë. Ai kërkoi mikrofonin e altarit. Lëvizja ishte e qetë, e kontrolluar. Prifti u përpoq të thoshte diçka, ndoshta për të ndaluar atë që po vinte, ndoshta për të shpëtuar veten. Por ai u injorua. Në atë moment, ai nuk kishte më autoritet. Jo përballë së vërtetës që po ngrihej. Nusja zgjati dorën, e dridhur, me një shpresë të dëshpëruar për kontakt, për falje, për një shenjë se gjithçka ende mund të shpëtohej. Por ai nuk e preku. Ai vetëm mori frymë thellë. Një frymëmarrje e gjatë, e rëndë, sikur po mbante mbi supe peshën e gjithë asaj që do të shkatëronte me fjalët e tij. Kur foli, zëri i tij ishte i fortë. Shumë i fortë për dikë që sapo ishte shkatëruar para syve të të gjithëve. Nuk kishte dridhje. Nuk kishte lodh. Vetëm qartësi. Përpara se dikush të reagojë impulsivisht, tha ai, ju duhet të dini diçka. E gjithë kisha u përkul përpara. Pa e kuptuar, disa njerëz tashmë ishin të gjunjëzuar mbi bankat e drunta. Jo nga feja, por nga instinkti. Sikur trupi të kishte kuptuar përpara mendjes se diçka e madhe, diçka e pakthyeshme, ishte gati të ndodhte. Ai ndaloi për një çast. Jo për dram, por për t'u siguruar që çdo fjalë e ardhshme do të binte si goditje e drejtë për drejtë. Pastaj ai zbuloi të paimagjinueshmen. Ai tha se ai martesë kur nuk kishte qenë një iluzion për të. Ai nuk kishte qenë i verbër. Ai nuk kishte qenë naiv. Ai e dinte për të shkuarën. Ai e dinte se prifti nuk ishte thjesht një figurë fetare në jetën e saj. Ai e dinte se kishte ekzistuar një dashuri e vjetër, një lidhje e thellë, një histori që nuk ishte mbyllur kurrë siç duhej. Ai pranoi se kishte zgjedhur të vazhdonte përpara, jo sepse e injoronte të vërtetën, por sepse kishte besuar se njerëzit mund të zgjedhin të ndryshojnë. Se dashuria mund të ndërtohet mbi rënoja. Se e tashmia mund të mposhtë të shkuarën. Por ajo puthje, tha ai, ishte prova se ai kishte gabuar. Ishte prova se disa histori nuk mbarojnë kurrë.
Ato vetëm presin momentin e duhur për të rikthyer dhe për të shkatëruar gjithçka që është ndërtuar mbi to. Në atë altar, në atë kishë, përpara atyre njerëzve, ai nuk po hiqte dorë nga një martesë. Ai po çlironte veten nga një gënjeshtër. Dhe ndërsa fjalët e tij përhapeshin si valë të rënda në ajër, të gjithë e kuptuan se nuk po dëshmonin një skandal të zakonshëm. Ata po shihnin fundin e një iluzioni dhe lindjen e një të vërtete që do t'i lindte të gjithë, pa përjashtim, të gjunjëzuar. Ai e dinte. E dinte për atë dashuri të vjetër. E dinte se prifti kishte qenë emri i madh që nuk ishte harruar kurrë. E dinte se, pavarësisht viteve, pavarësisht zgjedhjeve, pavarësisht heshtjes, kishte ekzistuar gjithmonë një prani e padukshme mes tyre. Dhe megjithatë, ai kishte zgjedhur të qëndronte. Kishte zgjedhur të donte. Kishte zgjedhur të ndërtonte një jetë mbi shpresën se e tashmja mund të ishte më e fortë se e shkuara. Ai kishte zgjedhur besimin. Jo besimin fetar, por besimin tek ajo. Besimin se dashuria nuk është mungesë e së kaluarës, por vendim për të ardhmen. Ai e kishte pranuar hijen e atij burri tjetër, kishte mbyllur syt ndaj dyshimeve, kishte heshtur kur diçka brenda tij bërtiste, sepse dashuria për të ishte zgjedhje. Ishte durim. Ishte ndërtim i përditshëm. Por çdo dashuri ka një kufi. Dhe ai kufi u arrit në atë altar. Pas fjalëve të tij, pas zbulesës që kishte tronditur çdo mur të kishës, dhëndri ngriti dorën ngadalë dhe, me një qetësi që dukej e mbinatyrshme, hoqi unazën nga gishti. Nuk kishte nxitim. Nuk kishte dramë të tepruar. Çdo lëvizje ishte e vetëdijshme, sikur ai donte që çdo njeri aty të kuptonte se ky ishte një akt i menduar, jo një shpërthim emocional. Ai e ngriti unazën lart në mënyrë që të gjithë ta shihnin. Një rreth i vogël metali që simbolizonte premtime, plane, një jetë të tërë. Pastaj e vendosi mbi altar, pranë Biblës. Dy simbole, njëra për besimin njerëzor, tjetra për besimin hyjnor. Dhe në atë moment, tingulli metalik i unazës që preku sipërfaqen e altarit u përhap në gjithë kishën si një goditje çekani. Një tingull i thatë, i ftohtë, i pakthyeshëm. Pas kësaj, ai u gjunjëzua. Jo në nënshtrim. Jo në lutje. Por në dinjitet. Gjunjëzimi i tij nuk ishte dorëzim. Ishte qëndrim. Ishte deklaratë. Ishte mënyra më e fortë për të treguar se ai nuk po humbiste, por po zgjidhte, se ai nuk po poshtërohej, por po çlirohej. Unë nuk humbas sot, tha ai me zë të qartë. Unë çlirohem. Fjalët ranë mbi kishë si një heshtje edhe më e thellë. Dhe ishte pikërisht në atë çast që nusja u shem. Trupi i saj nuk e përballoi më peshën e asaj që kishte bërë. Ajo shpërtheu në lot, jo lot të lehtë, por të rëndë, të vonuar, lot të dikujt që e kupton të vërtetën shumë vonë. Lot të dikujt që e kupton se ka humbur diçka që nuk do ta ketë më kurrë. Prifti u zbe. Ngjyra i iku nga fytyra, sepse ai e kuptoi menjëherë se gjesti nuk ishte thjesht simbolik. Ishte shkatërues. Me atë gjunjëzim, dhëndri kishte bërë diçka që askush nuk e priste. Ai kishte kthyer turpin në zgjedhje të vetëdijshme. Ai kishte marrë kontrollin e historisë. Ai nuk ishte braktisur. Ai kishte dalë vetë. Ai u ngrit ngadalë. U kthye drejt priftit dhe e shikoi drejt në sy. Nuk kishte urrëtie në atë shikim. Kishte vetëm të vërtetë. Dhe pastaj tha fjalin që do të mbetej e gdhendur në kujtesën e të gjithëve, nëse ti ke hequr dorë nga bota për hir të besimit, sot heq dorë përfundimisht nga hipokrizia jote. Fjalët nuk ishin britëm. Ishin aktakuz. Pastaj ai u kthye drejt nuses. Ajo po dridhej me fytyrën e mbuluar nga lotët, duke kuptuar se gjithçka që kishte menduar se ishte e sigurt, po rënohej para syve të saj. Ai e shikoi për herë të fundit me një dhimbje të qetë, pa inat, pa hakmarrje. Të kam dashur mjaftueshëm, tha ai, sa të mos luftoj për një zemër që kur nuk ka qenë e imja. Dhe pastaj u kthye dhe doli nga kisha. I vetëm. Asnjë njeri nuk u ngrit. Askush nuk foli. Askush nuk guxoi ta thyente atë moment. Disa qanin në heshtje. Të tjerë ishin ende të gjunjëzuar mbi bankat e kishës, pa e ditur as vetë se kur kishin rënë. Ishte sikur trupat e tyre kishin reaguar përpara mendjes. Sikur instinkti kishte kuptuar se ajo që po ndodhte ishte më e madhe se një ceremoni, më e madhe se një skandal. Sepse aty nuk kishte ndodhur një tradhti e zakonshme. Nuk kishte ndodhur një shpërthim dhune. Kishte ndodhur diçka shumë më e rrallë dhe më tronditëse.
Një burr i tradhtuar në altar kishte zgjedhur të mos poshtërohej. Ai kishte zgjedhur të largohej me dinjitet. Të mos lutej për një dashuri të ndarë. Të mos kërkonte justifikime. Të mos shkatëronte veten për të mbajtur gjallë një iluzion. Në atë ditë, martesa mori fund, por ai doli i tërë. Dhe ata që mbetën pas, nusja, prifti, të ftuarit, mbetën me peshën e një të vërtete që nuk mund të fshihej më. Sepse jo gjithmonë ai që mbetet është fituesi. Dhe jo gjithmonë ai që largohet humb. Në atë kish, atë ditë, u bë e qartë për të gjithë se dinjiteti është forma më e lartë e dashurisë për veten. Dhe se ndonjëherë, akti më i fortë nuk është të qëndrosh, por të dish të largohesh.